A ka gabuar Kurti që nuk ka ofruar qasje politike? Unë e konsideroj që kjo është qasja politike, që qytetarëve serb të mundësohet që të kenë të drejtën e tyre të barabartë dhe të kenë qetësi, sepse pa siguri dhe pa qetësi, unë e konsideroj që nuk ka mundësi për të zhvilluar ose për pas tendencë për integrim. Janë qytetarët serb që kanë në dorë fatin e tyre për të votuar ndryshe. Ne kemi parë në zgjedhjet e kaluara, qoftë ato lokale, qoftë qendrore, që shumica e qytetarëve serb vazhdojnë të përkrahen dhe të mbështesin këtë strukturë politike, e cila në shumicën e rasteve po u devijuan ose po u dolën prej linjave, i largon nga puna, i kërcënon familjarët e tyre, mbase ka dhe sjellje më tashpra, më agresive, po ne me aq sa kemi parë video të shkputura të cilat kanë qenë të tmerrshme, ose sillen ata ndaj qytetarëve të cilët potencialisht nuk kanë se as ku të orientohen për të kërkuar ndihmë ose mbështetje. Unë e konsideroj që pavarësisht vullnetit të institucioneve në Prishtinë për t'i ndihmuar ose për t'u dalë zot, janë vetë ata që mund votojnë ndryshe dhe për një realitet tjetër sa u përket. Ne nuk mund vendosim se kush i përfaqëson ata. Ne u mundum me shty këtë kurs, u mundum që fuqinë politike brenda Kuvendit Kosovës të delegojnë tek një zyrtar tjetër serb, edhe patëm revansh qoftë prej gjykatës kushtetuese me një vendim i cili rikthen mandatin dhe ta, qoftë e pam një realitet tjetër në teren, ku vetë qytetarët serb vendosin për të votuar këtë listë e cila në shumicën e rasteve paraqet rrezikun më të madh ndoshta për vetë qytetarët serb këto.